Mazhoranca miraton projekt ligjin për kontrollin e lartë të shtetit, por pa i dhënë të drejtë këtij institucionit të ushtrojë kontroll mbi tatimet. Por ky amendim i kontestuar nga mazhoranca ka shkaktuar debatet mes palëve. Bujar Leska i tha se ndalimi i auditimeve të tatimeve nga kontrolli i lartë i shtetit bëhet për interesat e qeveritarëve. Në rast se ju do të cënoni të drejtën e KLSH-s për të përmbushur detyrimin kushtetues për të audituar të ardhurat publike, atëherë më vjen keq zoti kryetar, më vjen keq për ju. Ju bëni një ligj në përputhje me standardet e Zimbabves, jo me të BE-s. Dhe kjo bllokim që kërkohet të bëhet për KLSH-n nuk bëhet për të mbrojtur interesat tuaja, unë jam tërësisht i vetëdijshëm, bëhet për të mbrojtur interesat qeveritare. Por socialisti Armando Subashi ka deklaruar se auditimi i KLSH-s për tatimet bie në kundërshtim me kushtetutën. Po t'i referohemi asaj çka parashikon kushtetuta, sigurisht që auditimi i IT-s dhe auditimi i performancës dalin jashtë atyre parashikimeve që ka parashikuar kushtetuta. Ndërkaq në projektligjin e dytë për ndryshimet në Kodin Penal, i ftuar ishte ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, i cili deklaroi se gjykatat po tregohen liberale ndaj personave të kapur me tritol apo drejtuesve të makinave. Ndërkohë që gjykatat kanë ndjekur një politik, përsëri vjen keq ta them, liberalizuese lidhur me dënimet në këto raste. Nga inspektimi që ka bërë policia e shtetit, në thuajse të gjitha magazinat dhe subjektet e licencuara për import, tregtim dhe mbajtje të lëndëve eksplozive për qëllime të përdorimit civil, 100% ishin jashtë kushteve teknike. Dhe mjafton t'ju them që është po ky eksploziv që përdoret edhe për ngjarje kriminale. Rastet e Komisariatit Fushkrujës. Nga ekspertiza është eksploziv që përdoret për qëllime civile. Ndërkaq projektligji për ndryshimet në Kodin Penal u miratua në parim, nga ku do të ashpërsohet dënimi për veprat me tritol, futja si vepër penale e personave që nuk paguajnë energjinë elektrike, si dhe dënimi me minimumi 10 ditë burg për drejtim mjeti pa patent apo në gjendje të dehur.